Tash alhamdulillah keni bën ju hoxhallar të lujt shumë. Ju inshallah krah me hoxhallarët dhe hoxhallarët krah për krah me juve e çojmë dinin islam përpara. E çojmë familjen islame përpara e kështu me radhë. Për hajde qoftë i herë mas pari, Zotit kësaj mbramje vëzrore, Allah i e raboft rahat e vlah. Edhe për hajde këtë farefisit ti, edhe ju vërmiqe dhe shamir, se dhe na gëzohën edhe Allahi kër po bëhet në mejlis i tillë kësaj, ku nuk ka alkohol. Se kemi ra prej provimit për Allahut subhanahu wa ta'ala. Unë sonte s'kam me ju këshillu e juve, se këshilla bol hoxhallar keni, po mranda pak mundësive me mësu në i sen, po rrimë që aty, shka me bëhë të fishë, dhe subhanallah. Një rritë një rivetë, shtë një vetë mi, bile edhe zdër muhabet. Rishtë, subhanallah. Thuj alhamdulillah, thuj la ilaha illallah. Bërë dhikr Allah. Allahun Kur'an në thëtë, fadhkuruni adhkurkum. Më përmeni ju mua kujtoni, edhe unë ju kujtoni. E kur të nxitemi në këtë praktike në fesë tonë, që i dini shtyllat e dinit islam, shahadeti, 5 vakte namazi, seqati, Ramazani, Axhillarku, këto ka mrenda këtyne 5 shtyllave që përthem me lyje, sovatim, me bo dekorim. E dekorimi jonë, kopsht i këti kopshtit tonë që po jetojmë si musliman, në ka tregu mas miri majdashmi i Zotit. E kush është majdashmi i Zotit, e dini se Resulullahi. Ju kësha thonë juve që po ani bukë, për shok po vrejnë, ani me dorë djatë dhe pini me dorë djatë. Nëse përtonit mojtën për ma e pi, po e djatë. Me djatë deri funksionë me djatë. Keni kujdes. Bismillah me dorë djatë, dhe që du shkat ka parë Zotit e të gjëra. Pejgamberi kur shkrej Miraj, mbi shtatin qilë, dhe kime ndije këtë mbëdhia ma interesant të jetës profetike. Namazi ku bon farz? Mbi shtatin qilë. To e kimi një për hoxhallarëve ju, kërës i ka një e në një me nga shko. U takua me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. E kërë taku me Ibrahimin, pejgamberi madh, Ibrahimi, babi shumë pejgamberve, Ismaili, djali ti, Ishaki, djali ti, për një për mesa, një pastër, deri të Hazreti Isa, mas Hazreti Isa, se tonë edhe një pejgamber, që së përmendet shumë Daniel ka pasar një. Në më thënë, këtë dhe adhin prej, Ibrahimit a.s. Gjeneza profetike. Kurse gjeneza profetike e pejgamberit tonë nuk është përly në asë një shekull dhe asë një dekad. Prej Ismailit, Muhamedi ka a.s. I tha Ibrahimi a.s. O pejgamberi Muhammed, që ka takua, Aqri ummataka minni as-salam. Përcjellja prej meje i ummetit tant një selam. Edhe thua ju neve. El gjennetu tajibetun arduha. Thua ju ummetit tant. Gjenetje ka tokën shumë të mirë. Ardhbun ma'uha. Edhe gjenetje ka ujin shumë të amël, shumë të mirë.
Unë gjenet si cili musliman paska i ka qujtë pejgamberi Qian, një tokë e pa mbjellur, të cilën ti gjeneti dhe ta mbjellësh. Me qka do e mbjellin, ja Rasulallah atë tokë? Atë tokë me fidanet reja. Cilat janë fidanet asaj tokës? Subhanallah. Sa herë thuash, një fidanë në gjenet. Dhe qaj vendi që ki me mbjellë ti. Elhamdulillah. La ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tesbiha dhe dhikr. Qaj e kopshti gjenetit. Dhe ndaj ka thonë pejgamberi, është çudit që më une shumë për tuto, më folë ka thonë pejgamberi, se e kemi doktorin e hadithit sonë të këtu. E ju vlerën shumë, nuk ja dini, për unë ja di vlerën, se në të toka ka jetua, kështë ato vjetë që i ka po dhe unë i kod gjatë kom jetu në Arabie. Qka po thotë pejgamberi në këtë hadith? Afdalu dhikri, dhikr, e dini dhikr. Miliu Gjakov që kini shumë deqe, zicër e dini mami është e nanë për drejtë. Se këtu kom përnu pas luftës në sefa i dy, ata hi se kishin qef shumë gjamin, kishte shumë ati që se kishin qef gjamin, po elhamdulillah dole më faqet barë prej më halës sefa i dy. E tash, ky zikr me bo që shka përmend Zoti dhe pejgamberi, jo që kanë deformuar njerëzit dhe interesgjit e lekut. Ka thonë afdalu dhikri la ilaha illallah. Zikri më i mirë është fjala la ilaha illallah. Ju kësha lutë dhe thonë gjithë. Unë i masmeje la ilaha illallah. Muhammedun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu dhikri, më i miri dhikrë ky. Pse me la ilaha illallah më i miri dhikrë? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë dhe pejgamberët para meje, sa para teje, theksohet në hadith 124.000 profetër kanë ardhur në dunjë. 124.000. Unë dhe kretë profetë që kanë ardhur para meje, fjalë më të mirë që i kanë sjellë njerëzimit në këtë dynja, cila është ajo? La ilaha illallah. Që do më thonë, mos adhuroni që tërkant pos? Sa mirë. A të shkend një drunit i thëmë, o drunë, s'ka me vlatë. O gurë, s'ka me vajzë. O filën venjë, ose gurë e drunë, shka ti bre? Kismeti s'po ndel. A të bëhami që shtu na? Allah ju shpëtoft juve dhe parafisin e juj dhe familjet e juja. Prandaj këtë nektar që po ju foli, barën e bashkë me hoxëllarët e juj, edhe unë e piti në jam, edhe pse jam tashmë në lajë sati në penzion, a prap në ati jam, inshallah. Amin. Afdalu dhikri la ilaha illallah. O afdalu dua, e lutja mami e cila është, kërë thuash alhamdulillah. Të na këtu, që na kanë kalu këto kohnat e komunizmit, e krishtenizmit, e izma, na kanë lënë pa tekst të ambël. Si e? Mirë. Si ke nanën? Mirë. Si e? Alhamdulillah. Prindet si ke? Alhamdulillah. Eulat, mashallah, të barakallah, alhamdulillah. Në njëni dhe shqiptarëve tonë, kërë mi konë nga Talebe në Shamë. Talebe në Shamë, unë jem konë para 45 vjetë. Të s'po gëzëm me kalëgjur shumë, se po ma këptoni ju sa vjetë kam. E po ma hala matrin, nëse të qyrë, s'ka do vjetët të amam ti. Cilët vjetë? Jam gjëtë I 70-ës, dhe hajtë. I shkuat e farafisi I vetë në Turqi. Edhe kur shonë atje, Ky ka mësu në Arabie, si, alhamdulillah, si ki babër, po mirë, alhamdulillah,
mashallah, elhamdulillah, mashallah, të barek Allah, kam të shtu fjallë, a i të shkon të i shqiptari në Shqipëri, këtë dhe taj, si e kje babën, ta elhamdulillah, po në anën mirë, vlavën e mosë, ka pyta ja krabaja e vetë, kjo elhamdulillah, 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 ta bolha, më pyti që ki, dhe shka elhamdulillah, ka të shkja. Ta i si shudhërodi kështë të thonë, a i një mirë, elhamdulillah, se fjalla, elhamdulillah, e ka kuptimin hamdi qoftë për Allahun Gjelle Gjelalu, kush bin për juve të shishtojnë, Allah hamdolësën. Bile kërse përmenin fjallën Allah, thëjnë vetëm hamdolësën. Hamdolësën. Lavdi qoftë. Kuj? Që të rëkuj zati kuj që vëtë hamd. Kuj kja që e një hamd që të rëkuj? Zatë Resulullahi sallallahu aleyhi wa sallam, edhe që ta një kjo zati më shumë. Kelimetan, dy fjallë. Kelimetani, khafifetani fil lisan. Dy fjallë të leta në gjuhë. Të leta në gjuhë. Shumë interesant, gjuha arabë është gjuha ma vështira në botë. I ka 12 milion fjallë. A dini gjuha shqipe sa ka? 40.000. 4.000. Gjuha arabe ka 12 milion fjallë. Gjuha shumë e madhe, shumë e gjanë, pra ndaj mujize e Kuranit në këtë gjuhë ka zbrit, nuk ndryshon mas një shekull, edhe me jetua, bota sa me jetua, nuk ndryshon kjo gjuhë, sepse baza në Kuran, edhe në hadis të pejgamberit sallallahu, nuk ndryshon hiç. Ashtë për të që ditë. Shka për thonë, pse e mora që të shemë mëllur që të thonë? Që ju kanë zënë këtë hadith që ka thënë pejgamberi, 2 fjallë të leta. O vllaznit e mi, veç kur thua shqyre, la ilaha illa Allah, asë njëherë buzët nuk i mshelish. Thuj la ilaha illa Allah. Asë njëherë buzët nuk i mshelish. Qa që është letë? Qa është letë është? Subhanallah. Qka thot pejgamberi? 2 fjallë, të leta në gjumë. Mi thonë, qëta është mi thonë, edhe ju dhe të thonë një maslejnë. Të leta në gjumë mi thonë. Në peshore shumë të rënda. Sa kile të rani për mizan. Të rënda shumë në peshë. Habibe të rani i lër Rahman. Shumë të dashën atë. Allahu. Shiko, prej robit shka delë. Kelimetani, khafifetani, fakiletani fil mizani, habibetani ila rrahmani. Ato cilat janë? Subhanallah. Vë bihamdihi, subhanallah ila. Thoni subhanallah, vë bihamdihi, subhanallah ila adhim. Në që to dhe ta mbjellim kopshtin tonë në gjenet, insha Allahu ta'ala. E tash, pjesa e dytë, besen se ju tash në këtë zati shumë, më të vërtet në këdu me zatë shumë, por mas jam sonë të edhe mësafir, të hoxalarët e ju, ashtu ma plakë, në rrallu dhe në kjo plakë, s'to di me në shumë mikrofonin, po dhe janë matri këta, dhe s'kemi nejtë edhe vallahi jem përmaluo, billahi l'adhim kër i pashu gëzova. Allahi gëzov ty që në këthirë, në më ke bo bashkë për hoxalarët e juj. Se njifemi, po kur të shodhe njëherë mas plot vitër, se një po, e zatë në gjenet në himsh para meje, ku jo është një budalli për Izraeli dhe një vikin do, ose bële ja Rabbi, pële ka kërshim të kuna në knina, ja Allah. Sa të ka një drejt, Allahit një alyp, ja Allah. Allah i thot, atë kam lëtëso dëshirat këtë në gjenet. Po, ja Rabbi, këtë. Po. Bash këtë. Ja dhe njo, ja Rabbi. Ha? Spesho filonin, ku ka? Ko? E sotit. Ose e sotit, thot, mazdomin zë. Ku e kije? Allahu e dinë ku ashtë. I pyt me lashët, ku e filan? është duke e vujtur para burgimin. Apo, ja Rabbi, e Allahu për i rahmetit të batë tivit, se Allah i bërë shumë rahmet, shumë i mëshirë shumë Allahu Gjelle Gjelalu,
Këtë me legëve shkonin zirë në pjeti vendit, këmanë që të dash para burgim, gardianëve të burgit të rëmshore, së është kujtosi Allahu Gjelle Gjelalu, lagjen bujën e rahmetit atje, hiqin atje shenjat që i ka pas atje, au përlidhë dhe kundë anë e këtina, edhe i një plëtsonin e satit në gjenet, plëtsonin e dëshiren që i të thonë Kur'an, walakum fiha ma të shtehi, anfusukum walakum fiha ma të daun, nuzulan min ghafurur rahim. Me dy fjallë, o vëllahu jam. Atëherë pra, të themi edhe që të fjallë edhe njëherë, inshallah kam se vabë. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi l-aliyyil azim. E për fundë, tash për fund, një me, po së di sa del deri ku dhe fundi. Këta unë e kom dalë në penzion që 3 vjetë e sa, shumica ju bile e dini në që në penzion, veç ju për ju thëmë, për trahni shumë hoxalarët në gjdo pikpamje që të në ece puna ma parë. Pse? A dini ku jemi bre? Po mu shpopli alkohol. Femna o zbuluca dhe u shku kretë. Baba e nona po e rehin e pispilon në për shpia. E vladin s'pe edukojnë, ajo bon majmuni rrugaqme. A i kështu, kështë i bën këtë hunë, vetëm edukata e Kur'ani Kerimit. Vetëm edukata e Kur'ani Kerimit. Nëse ju kujtohet një Jakub Hasipi juve. I Kumanovës. E kam pas në shokë në shkollë, Jakub Hasipi. Ka vdek që 20 vjetë. E mi konë bashkë, të në kara për hikse një vjetë 88-ën, me konë unë Hasipi edhe një farmulla jupit të tovës në Gjermanije, të tratë i mund lëkë në Gjermanije për Ramazani. Po vjen, kjo pa të qelë një klasë mësimi, se e kupi për një 5 vjetë në Leverkusen, e pa të qelë një salë mësimi për Nxonsa. Ka ardhe kryetari komunës po i thëtë, kuj kje ka rejka të puskam? Ski, sa Nxonsa ki? 150, të të priti sot mas 2 orë, uri pravash. Ardhe. Vetë po kanë thonë, kyra me të vija. Kur ardhen këto karikat, ato të shkru me shka mos në do. Si Nxonsa që ka shkru. E ti merë kjo ato me Nxonsa të gjamis, se gjamis ma edukat li dali gjamis. Kur do zoti do, të ndoni këtë Nxonsa. Këtë këto klasët të bon ka të fshin, të pastrojnë, të mojnë pastër, edhe ati ka thonë për sa vjetë të duhen, ka thonë ba 2 vjeta, 3 vjeta, sa jam unë e këtë ka thonë, unë që tonë kam me bon. A i ka artë mas 1 vjeti, kryetari komunës, mas 1 vjeti. Kër i ka po, ka rikët si këta ditë që i ka lyre, si këta ditë, ka thonë, qysh ba kërkush të ka shkru një një këtua? Hoqë ka thonë ti, shkretu është Nxonsave për këtë që si kini shkrua, ju thomë që na jemi të Hazreti Ademit bitet i njerës, jemi në veç mirë po e mani knina, ju thërë shkolla, ju thonë një kini rojën për majmunit, majmunat që të punë bëjnë. A di shka thëtë kryetari komunës? Që këtu për duhet dëshmija. Tha hoxha, banë marë, për në matë që të ligjerat atine për shkollat të mona atje të shtetit. Habibi, në kanë me Nxonsa rrugme. E ta shë mbrulli një me. Për i duhet, për që tu pjanisi, për të ju. Një muhabet që e marrë në me. Ose për i 3 pjanisi që të 2 ju që për shok, e ku të mërejnë të këtë, ti i pari. Po minë, 8 gjona të janë në rëndësi shumë në këtë dynjon që për jetoj, unë dhe tja. Po më këtë rëshim. E para, punën që ka të bojnë shqipatetin, punën me bo sinqerisht për, a ma është me në sinceritet fjallën? Mja. E dyta, respektimi i kujtë.